gjëja e dytë e cila shumë e rëndësishme për të mos arritur në përplasje, për të mos arritur në kundërshtime në mes vete, e cila është artë në vete, besimtari në jetën e tij, në rrethin, në mesin e njerëzve të tij, të mundohet të injoron sa më shumë. Injorimi është artë në vete. Ai i cili di të injoron, ai di të arrijë shumë në jetën e tij. Injoro. Bahu në shumë raste që nuk dëgjove. Ti e ke dëgju, bahu që nuk e dëgjove dhe kalo dhe nuk ndodhi asnjë problem, dhe nuk ndodhi asnjë përplasje, për çfarë arsye se ti elhamdulillah nuk dëgjove. Ti ke dëgju shumë mirë, ama bahu. Dhe jo vetëm në vllazëri, në shoqëri mes vete, një gjë e tillë duhet të jetë në shumë raste, edhe në familje. Bahu që nuk e dëgjove bashkëshorten, bahu ndonjëherë që edhe fëmijët nuk i dëgjove, bahu ndonjëherë edhe në rrugë që nuk e vërejtje. Ti nuk dëgjon shumë, ti nuk shikon, nuk sheh shumë, ti nuk vërin shumë, e atëherë ti do të jesh i qetë shumë do të jesh i qetë në zemër, nga se nuk merresh me secilin. Duke ecur tha filani, duke ecur e pash filanin, e vrejta, unë e kam aftësi, unë i vrej shumë. Jo, duhet ta kesh një aftësi tjetër, çfarë? Mos të vrej shumë, nga se nëse vrejnë shumë, ndoshta do të lëndohesh shumë, ndoshta do të fjalose shumë, ndoshta do të përqahesh shumë. Mos me vrejt, rall ndonjëherë që të imponohet, por ndryshe mos dëgjo shumë, mos shiko shumë, mos vrej shumë, kalo, injoro në mënyrë që të ecësh së bashku me të tjerët. Kur Uthman bin Zaid e tha, qetësia, rahatia, lumturia është e ndarë në 10 pjesë. 9 prej tyre vijnë nga injorimi. A don të jesh i qetë, i lumtur, po, duhet ta kesh këtë artë në jetën tënde. 9 pjesë prej lumturisë vijnë nga injorimi. E pastaj Imam Ahmedi tha, nëse lumturia dhe qetësia është 10 pjesë, të gjitha janë nga injorimi. Injoroj gjërat. Mos u merr shumë me secilin, me çdo fjalë, me çdo gjë, mos ju kushto vëmendje të gjithave, nga se nuk ki mundësi me ju dal deri në fund, me ju dal me kry, me u marr me çdo gjë. Kalo dhe injoro, përveç aty ku e meriton të ndalesh dhe të sqarohesh. Për ndryshe një gjë e tillë duhet të jetë cilësi e besimtarit që në shumë raste mos të kushton vëmendje, sidomos gjërave të vogla.